Shoferi polak I kamionit që përplasi tifozët e PAOK I shokuar 34 vjet në timon, s'kam parkur diçka të tillë. Shoferi me origjinë polake I kamionit që u përplas me furgonin që transportonte tifozët e PAOK në Rumani, tha se ishte I tronditur nga aksidenti me 7 viktima. Kam drejtuar një kamion për 34 vjet dhe nuk kam parë kur diçka të tillë në jetën time. Kam drejtuar mbi 1 milion kilometra dhe kjo është hera e parë që has një situatë të tillë, theksoi ai, duke përshkruar për Libertà të Rumanisë atë që ndodhi brenda pak sekondash në autostradën DN6, të cilët vetë rumunët e quajnë rruga e vdekjes, shkruajnë mediat greke. Siç raportohet nga mediat e vendit, aksidenti I djeshëm është më I keqi që ka ndodhur në qarkun e Timișoarës në të paktën 20 vjet. Shoferi I furgonit dyshohet se po manovronte për të parë se kur ishte koha e dur për të parakaluar sipas asaj që pohoi një dëshmitar okular. Ai e kuptoi gjatë parakalimit se nuk mund ta përfundonte parakalimin dhe u përpoq të hynte në korsinë e tij. Në momentin që shmangu kamionin në të djathtë të tij, u përplas me kamionin e kuq, tha dëshmitari I cili ishte ai që telefonoi 112-ën. Dëshmitari tha se pas aksidentit pa një nga të mbijetuarit të duke dalë nga makina në këmbë. Aksidenti tragjik ndodhi të martën në Timișoara të Rumanisë, ku humbën jetën 7 tifozë të PAOK-ut të Selanikut, mes tyre dhe një shqiptar, ndërsa 3 persona të tjerë mbetën të plagosur.